Përshëndetje miq të televizionit tonë, mirë se po takohemi edhe kësaj radhe. Jeni duke u shoqëruar me emisionin për traditat tona, ku sot jemi në qytetin e Pejës, përkatësisht në shtëpinë e Bacës Abdyl Hoxha, që dikur ishte drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore, ndërsa sot i ftuar në emisionin tonë është në cilësinë e ndërmjetësuesit, i cili në minutat në vazhdim do të na flas për ndasinë e pasurisë që është bërë dikur. Bac, përshëndetje dhe faleminderit që na pranuat. Përshëndetje, faleminderit që keni ardhur. A na tregon pak se si ka rrjedhë që ju sot jeni në këtë pozitë, domethënë që ju sot jeni si pleqnar? Po, ne si familje, Hoxha, si pleqnar jemi të përcaktuar që në kohën e Lek Dugaxhinit, ku dy familje kryesore në nivel trevave shqiptare janë përcaktuar si kryepleq. Kryepllaki i tërë pleqnarëve të Shqipërisë dhe Kosovës ka qenë shtëpia e Xhan Markaxhonit të Oroshit në Shqipërinë Mirdit, kurse si kryeplak për trevat e Kosovës ka qenë Oda i Unikut, ku ne jemi si trashëgimtar. Edhe prej asaj kohe, edhe në ditën e sotit, ne kemi vazhduar traditën për pleqni, por duke nis nga themelet e saj që ma mirë është të pleqnohet një sens se të bëhet një ngatres. Apo të shuhet një ngatres është ma mirë se sa të ekziston apo të bëhet një rrezik më i madh mes dy familjeve, një lagje apo një fshati apo edhe më lart një krahine. Kjo ka qenë arsyeja për shkak se ne jemi munduar, edhe pse kohët e fundit, domethënë nga jeta ime prej viteve 60-ta, faktikisht ka ndryshuar shumë sende, shumë gjëra. Sistemi komunist ka penguar disa gjëra shumë me rëndësi që mos të implementohet kanuni apo mos të implementohet drejta zakonore e popullit shqiptar, por të orientohen nga gjykata. Po duke pasur se populli shqiptar nuk i ka përfill ligjet e huaja, as romakëve, as bizantit, as turqëve, as serbisë, por nikosisht as të Unmikut, as të Oleksit, pak e ka hup besimin në gjykata dhe në ligjet tona, edhe faktikisht orientohet që sa më shpejt ta kryjnë atë problem, atë ngatres, orientohet ka kanuni që të kryhet shpejt. E mos të pret që është vretja ime dhe ma hershme, por edhe tani që mos të presim që gjykata me vitet e tëra ta shtyjnë një proces i cili mundet me qenë proces pak sot i vogël, nesër pak ajo më i madh apo e më i madh. Sepse Kosova është e vogël, njifem, takohem në shkollë, takohem në rrugë, takohem në autobus, takohem në tren, do të thotë është problem. Për atë arsye e kanë gjetë shprehjen edhe në ditën e sotit vinë njerëz, edhe pse ndoshta shumica e tyre nuk e njohin kanunin, po vinë e kanë dëgjuar prej prindve tyne prej pleqëve që kanuni e kryen brenda një dite, 2 dite apo edhe më shpejt atë ngatresë edhe përfundon. Them drejtën që unë jam trashëgimtar i tyne, edhe pse me profesion jam historian, arsyeja është mos ta hupi traditën familjare, por as mos t'i kundërshtoj organet gjyqësore të Kosovës. Por në mënyrë të përbashkët ta arrijm atë qëllimin dhe pajtimin e të gjitha ngatresave që janë në trevat e Kosovës. Kështu që prej vitit edhe 2008 jam edhe ndërmjetësues, i licencuar me ligjet e Kosovës, kështu që faktikisht kryen 2 punë, ma të e për popullin i orientoj në ndërmjetësim ligjor, se sa nëpërmes kanunit. Mendimi jam tani si punëtor shkencor, është që kanunin ta lejojmë shkencëtarëve që shkencëtarët të merren me burimin historik edhe me trashëgimin dhe rëndësinë e kanunit. Por një fatkeqësi e madhe është që edhe sot përdoret. Tani na tregoni pak se kush është dashur dikur me qenë i pranishëm në një familje përderisa është bërë ndarja e vëllezërve mes vete. Po shqetëson pasonia e një familje, një shtëpie, se i kemi 2 lloj shtëpish. Kemi shtëpinë e madhe, e cila përbëhet prej 3, 4 dhe 5 kunorave apo martesave, edhe shtëpinë e vogël që përbëhet prej 1, 2, eventualisht 3 martesave. Do të thonë baba, ndoshta ka një djalë, një vajzë apo i ka 2 djem, ajo shtëpi e vogël. Shtëpinë e madhe janë të nëndam familja, gjenia mashkullore e ka odën e burra, ku rrin aty, kurse gjenia femnore ka shtëpinë e zjarrit. Kurse në shtëpinë e vogël kryesisht rrin të gjithë bashkë. Hajnë me një sofër, ushqejnë bashkë, por edhe nëse shkojnë musafirët janë me një dhomë. Tani nëse shohim shtëpinë e madhe,
Gjitha obligimet për ndamje, nëse vjen deri te ndamja e familjes, e ka i zoti shtëpisë. I zoti shtëpisë i ka vllaznit. Edhe bën ndamjen bazë vllaznive. Por nëse vllazni kanë djem, atëre ata djemt e kanë hisën e babës. Jo drejt për drejt në hisën e familjes. Po ndahet nëse janë 5 vllazën me të zotin e shtëpisë, e dajnë 5 vena, kurse djemt e tyne e kanë hisën të baba i tyne. Kështu që nëse arrin edhe i ka në dorë, apo ka autoritet në familjen e vet, i zoti i shtëpisë e bën ndamjen. Si bëhet ndamja? Ndamja bëhet që i zoti i shtëpisë, që më i malli, më i vjetri, ka obligim me nda. I vogli rrin në objektin e babajs, shtëpinë e babës. Do më thonë, ai s'ka me zgjedhje, po rrin drejt për drejti në familje apo në shtëpinë e babës. I mesmi zgjedh, e kështu më radh, kurse më i mrami është i zoti i shtëpisë, çka tjetër. Për atë arsye e ka lënë kanuni që i zoti i shtëpisë më nda e më marr i malli, çka tjetër. Kjo do të thotë që ai duhet më da drejt, se në fund nuk i jetë kur gjon nëse nuk e don drejt. Kjo është një arsye. Po arsyeja tjetër, nëse familja edhe moshkujt e shtëpisë tash edhe djemt kanë fituar pasuni pasi i kanë bo moshën 18 vjeçare, o bo fuqi fizike, aty në kanon thot, kur o bo i aftë për pushk. Atëre nëse kanë fitu në pasuni, ndahet si pas fuqisë punëtore. Do më thonë ato fitime që janë bo moshkujt ma, atëre ka edhe djali, hise, për shkak se ka ep kontributin e vet, apo fuqi fizike, për blemjen e një toke, për qeljen e një animali, për shtumjen e disa sende dhe kështu që ka hisë edhe ai. Këto janë ato kryesorët e familja e madhe. Te familja e vogël, baba i ka djemt. Edhe baba mundet me nda. Por është me arsye me ka shkon baba. Nëse baba merr hise, se ka drejt me marr hise, atëherë baba është vetëm. Por nëse baba nuk do me marr hise, atëherë zakonisht e përzjedh. A do më shku me djalin e madh, dytin apo të voglin. Kryesisht po shkojnë më tepër me djalin e vogël. Arsyeja pse baba duhet mi dha dhe pasuni mes me marr hiset e djemt. Sepse me kanun, masi vdes baba, çat hiset babës duhet mi dha prap. Për mes me bo probleme prap, atër duhet mi marr. Po këtu tash në kohën më të retonën, o janë bo ndryshime, jo, po vetë koha ka bo dhe modernizimi i shoqërisë ka bo të mundshme që paka shumë edhe gjenia femnore ndikojnë të bashkëshorti i vetë. Nuk do në mi marë vjerën apo vjerën. Nuk do në mi marë. Ai tjetër s'do në mi marë, ai tjetër s'do në mi marë, e të rojnë prindin me marë hisën. Në kësi raste, ka qeni pranishëm edhe një dorëzan nëse kishim mujt me qujtë ose një lloj garantuesi. Kush është dash me qenë? Ku është krye familjari i aftë mi da, s'ka nevojë për dorëzan. Por thirret vetëm daja. Do më thonë daja i djembe me qenë prezent. Por, nëse është pak problem në ndamje, atë thirren axhallarët edhe kushërit. Por nëse është edhe më problem më i madh, atë thirret plaku i lagjës apo plaku i katunit. Kështu që plaku i katunit për mi da atë pleqni, mi da që ata vllazni, është i obliguar me pas ka 2 dorëzon për çdo anë. Ata dorëzon janë garantues. Dorëzoni është shtylla kryesore e realizimit të ndamjes apo pleqnisë që e don plaku. Për këtë është ajo proverba popullore në mes kofsh bozhli je dorëzon. Do thot, në këtë rast, atëherë dorëzoni nëse nuk i kryen obligimet, për shka o hi dorëzon, duhet dorëzoni me i kry obligimet e tij. Po, ndamja si familje, ndahet me konop, në kohën e mahershme, me konop, jo nuguri, i bardh, o ly me qereq, edhe ka vazhduar për shembull toka mu do në atë mënyrë. Kurse sa i përket shtëpisë, nëse ka qenë shtëpia e madhe që mundën 1 ose 2 vllazë mi pas 2 hymje, atëherë ndahet shtëpia. Nëse nuk ka mundësi, atëherë qitet çmimi i shtëpisë. Njëri prej tyre e merr, kurse pjesën tjetër të mjetë materiale u kthen vllazëve të tjerë. Por ndahet trulli.
kryesisht problemet më të mëdha janë të shtëpia dhe të trulli. Nëse kanë trull, i ndajnë çdo vëlla hisën e vet të dojnë trullin, për shembull nëse janë 3 vëllezër në 3 vende. E qysh është përcaktuar nëse kanë qenë për shembull më shumë vëllezër? Qysh është përcaktuar, qysh ka qenë rregulla që një pjesë i takoj dikujt e një pjesë dikujt tjetër? Po tani kur ka bë ndamja, i vogli ka mbet në shtëpi të plakut. Vllavi i vogël. Ata tjetërat i kanë nda. Për mi nda, për zgjedhjen e tyre jo, o qitë shorti. Me short, ka thonë, që ka parcela është numër 1, kjo numër 2, numër 3. I kam shtyr letrat edhe i kanë qitë. Apo me fijet qibritit. Njënën ka bë më të madhe, ka thënë njënën më të vogël, tjetrën edhe më të vogël. Edhe në qibrit i ka qitë vetëm kryte fijeve të qibritit, edhe i kanë nxjerrë njënit. Qysh i kanë ndërruar atëherë ka vazhduar. Nëse vjen te konflikti mes vllaznive, më ke bëu më mirë apo më ke bëu më keq, më ke marrë më shumë, më ke marrë. Atëherë janë ndërzon që nuk e lejojnë për me i ndryshu fjalët. Ndërzoni është garantues që ajo duhet mu krye. Atëherë bjen konflikt çaj vëlla që nuk do më ndajnë to, bjen konflikt me dajën e vet, kryepari me miqtë e vet, por nikosisht bjen edhe me çata ndërzon që plaku i ka shtije për me ku ndërzon tyre. Ju ma herët na treguat që prind zakonisht kanë shku me djalin e vogël. Po a ka pas një rregull ku ata kanë mujt me vendos me kënd po dojnë me shku përderisa është bo kjo ndasi? Po, ka mujt me shku me djalin e madh, me djalin e vogël, me djalin e mesëm. Një arsye është. Kryet po tani kur kosovarët apo shqiptarët kemi invazuar në botën e jashtme. Plaki nuk shkon me atë djalë që në botën e jashtme, kryesisht, se s'ka mundësi. Atëherë faktikisht ka qenë edhe në familje, ka qenë edhe punuesi i tokës, ka qenë shtypi ky, cili vlla ka nejtu në Kosovë me atë edhe kryesisht ka shku, sepse gjinia femnore, gruaja që ti vllavë të ka kthyer nonën e babën. Atëherë ka shku me ta. Kjo është një arsye që plaki mundet me zgjedh. Domethënë nuk, por mundet me marrë dhe hiqen e vet. Por zakonisht në gjitha rastet që i kam pasur të ndamjes familjes, 99% prindi s'ka marrë hiqe. Arsyeja është që mas vdekjes së tij, mes me pas konflikt vllaznit, për mi da edhe njëherë hiqen e babës. A kishit mujt me veçu ndonjë prej rasteve që ju keni qenë ndërmjetësues në këtë situatë? Po, kem pas raste, kum pas një familje nga Malisheva, 5 vllazën. Sa ka pas babën gjallë, i ka da baba pasonin, ka vdek baba, po kanë pas një biznes të madh. Atë biznes kanë qitë 5 vllaznit, 4 kanë qitë se një vlla ka vdek gjatë luftës, o kundërshmor. Ka lënë një djalë, djali e trashëgon hisën e babës. 4 vllaznit kanë qitë njëjtat mjetën materiale, edhe kanë filluar një biznes dhe kanë fituar shumë. Po mirë, po ndërkohë, djemtë e vllavë të madh kanë qenë taftë për fuqi fizike, kanë qenë taftë, kanë punu. Apo në depot materiale ndërtimore, pupa benzinit, apo në vetë shërbime që i kanë qenë marketet të ndryshme. Edhe ka ardhe të ndamja atyne. Vllaznit tjerë, domethënë 3 vllaznit, vllahën e madhe kanë lënë të shtëpia dhe e kanë dhënë një pagesë për 700 euro. Vetëm në të shtëpia më shku me ata të katunit kryeshnosh dikun ka vdek dikush, apo me thirr dikush të shtëpia me qëndrua aty, apo me pas rast kur njeriu bën zonë, mju përgjegj, edhe me shku në dasma, me shku në vende tjera. Edhe mirë, po djemti ka pas të rritun. Vllavi i tretë kon i zoti i firmës. Edhe djemtë e vllaznit, djemtë e vllazit që kanë punu taj, ky i ka pagu me rroga, me paka. Tani ku vllavi i madh ka lyp hise edhe për djem, që e kanë pas moshën më dhur, ka thonë jo se unë i kam pagu me rrogë. Mësë pa punu djemtu, unë i kisha marrë punëtor tjerë. Atër kanë ardhur te unë edhe unë i kom da. Unë e kom da në 5 venda. Krejt pasonin. 5 venda krejt pasonin i kom da. Për shkak se djemt kanë marrë rrogë. Nuk kanë investu, po kanë marrë për firme. Në anën tjetër, mirë po e kom bo një rrshim për shkak mës me arë në konflikt shumë mëdha familja, i kom thonë në 6 mujoshin e parë sa fitim ka firma. Më ka thonë 100.000 euro. I kom thonë që ato 100.000 euro edhe për këta djemte
vëllavë të madh, se edhe ata kanë punu qaj fitim është realizu. Edhe i kanë da në atë njërë dhe i nda shumë të nashën dhe kanë shku. Në anën tjetër kom pas raste kur punëtori vëllavë në botën jashme është shumë i undë. Atje ka pasuni, shumë, ndoshta ka dhe shtëpi, por ku dahet me këtë vëllanë që janë këtu, do m'ja marrë edhe lugën. I da përgjys. Aty janë pak një problem. Kanuni thotë sa t'jeni në bashkëllak, pa ndamë. A kjenë Gjermani, a kjenë Kosovë, kretë jenë të familjes. Nëse ki pasuni në Gjermani, duhesh me da me këtë vëllanë këtu. Nëse vëllau këtu ka kriju pasuni, duhet me da me ty. Dhe më thonë, gjitha sene duhet me da. Një arsy është. Ndoshta djali apo fëmia këtij që janë këtu, është një gjendje shumë vështirë ekonomike. Ky ndoshta djali tij ka një bicikëll, kurse djali aty në Gjermani ka Mercedesin. Dallimet në familje. Por kanuni thotë që të gjitha mjetet materiale çka janë bo duhet munda. Atër faktikisht vllazën po bin nuk di, çaj mi marr shtëpinë në Gjermani, ky mi marr shtëpinë këtu në Kosovë dhe pasuninë e babës, pasuninë toksore për minda. Deri tani trajtuan vetëm ndasinë e pasurisë mes vëllezërve, por në ato familje ku ka pas edhe vajza, si ja kanë bo? A kanë pas drejt vajzat me kërku pasuninë e babës? Po him të drejta trashëgimisë gjinisë femnore si mas kanunit. Kanuni e njeh si trashëgimtar vetëm djalin. Qiken nuk e njeh. Por në disa raste, ma vonë që mund t'i përmendim, mundet me marrë. Shembull, një vajzë, ajo shtjellon thot, një vajzë që rritet të prindi investon në atë vajzë dhe në moshën 18 vjeçare. Adeti jonë është prej moshës 18 vjeçare dhe 23 vjeçare mi martu vajzën. Kështu që ajo vajzë nuk ka dhonë kurfan kontributin familjen e babës. S'ka dhonë kontribut. Edhe ka shku të burri. Por nëse kërkon të ashtë i vajza të burri hise, e merr një hise atje. Nëse kërkon të vllaznit hise, e merr një i bon 2 hise. E vllavt i jetë një. Shariati, besimit islam, thot 2 motra një vlla. Sa ka hise një vlla, kanë 2 motra. Në më thonë motrës i gjysise me shariat. Te kanuni është, e vetmja mundësi për me trashëgimi të prindve është, nëse baba s'kalon djalë. Aso i thojnë miras. Ka drejt 1/2, 1/3, 1/5 e pasunisë. Por i merr mjete materiale, nuk merr tokë. Sepse nuk lojnë kujshit më shku dhondre mi punu tokë. Në më thonë i merr mjete materiale. Pa shka më rëndësi që po hin tashti që nuk është në kanun. Por njerës po mendojnë që ashtu edhe pe komplikujmë. Ata që po dohen pe e bëjnë këtet madhe. Nuk është e thonën që nëse ka marë hisen, motra, në gjinit vetë, por nuk ka vllazën, që ajo mi këput shkumje në gjini. Këto pi përdorin ata njerës që dytrojnë motrën, mes me marë hise, e pi thot, qërse hub gjinin, nëse merë hise. Kanuni nuk e thot ata. Kanuni e thot që një bi ka drejt marë në shpi të prindit vetë 5 javë ditë mbrana vitit. 5 javë ditë mbrana një viti. Ka drejt. Kanë drejt nipat, mesat, që janë aty. Po këtu i kemi 2 sene. Kemi djalin pi babe apo pi trungut, edhe djalin pi tomlit pi nons. Kur nona nuk e ka me burë vetë një djallë, po ka me një burë tjetër. Për ata dhe thiret edhe djali pi tomlit. Në këtë rast, për e përmenim që në kodë fundit, kanuni apo plesht, se kanunit është pak i vjetër, shekulli 15, shekulli 21, ka dëllime, dhe plesht duhet me shti rëjsi të reja në kanon. Nëse zhvillon njërë decidive kanunin, e zbaton ashtu si shkruan, atër na shkojmë mesjet. Shkojmë mesjet në shoqëni patriarkale. Po duhet me shtiri si të reja. Edhe ne kemë pranu atë metoden e shariatit që kanuni 2 motra një vlla. Mirë po është një problem tash, të shtëpia. Nëse motra merë
hisën shtëpi. Ka familje që e kanë një kull, 300 vjetë. Me pa njës krejt motrat me marë hisë, ati si kështë mes një guri tash. Prej krejt atyne. Në më thonë, ajo është trashëgim jo i babës, baba për i babës vetë, baba tjetër shkon faza, apo faqe. Nisën tjetër është më rëndësi që një dallim është mes qytetit edhe fshatit. Në qytet më tepër përdoret shariati, në fshat përdoret më tepër kanuni. Kështu që mirë po, tash në kohën e fundit, kemi djemë që marrin, katunit marrin vajzat e qytetit, apo anasjeltas, edhe po përzihet pak puna. Ata nuk e njohin kanuni, ky nuk e njeh fsharatin, edhe më bote ardhjat e ndamja tani po ka pak probleme bukur të mëdha. Për këtë arsye duhet, edhe pse ligji për trashëgimi në Republikën e Kosovës, që ja njeh drejtën gjenisë femnore për marrjen e trashëgimisë, nuk po zbatohet ashtu si duhet. Për shembull, prej 700 rasteve në pej, në monitorimin e 700 rasteve në pej, dalin vetëm 2 motra që kërkojnë hisë. Tjerët nuk kërkojnë. Qojnë dur, para se më shku atje i thotë, jo, unë nuk marrë vëllazën që jam marrë hisë. Kam ballë të shtëpia të burri. Kurse ligjin trashëgimi të burri është ndryshe. Peja sa ditë që në shkunor, nëse rastisht vjen të ndamja, qatë posëni që ke fitu me burrin zbashku duhet mi da për gjystë. Këte kanë tashti gjenia femnore që janë pak ma intelektuale, gjenia femnore që është pak ma e vetëdijshme, ku pi kryen ato punë, se blejnë një banes, po detyrohen që të dytë, si burri se gruaja ta bëjnë kontratën të tjenë dytë trashëgues të asaj banese. Cili kish me qenë mesazhi juaj për fond për gjithë shikuesit tanë? Por bëjmë me hecë, me zonë hapin me shtetet e zhvillume, me shtetet evropiane ku Kosova orientohet nga shtetet evropiane. Atër të gjithë min i ka falë Zoti. Të gjithë min jetë barabartë e prind. Të gjithë min duhet me pas hiset e prind. Ndërgjegja ka këtë dishka tjetër e njonit apo tjetër që donë me hek dorë për saj. Ajo është njërë vetanake. Mirë po duhet njërë të barabartë mu ushtjelu dhe me pas. Sepse kjo për e bën nëse nuk e hap motrës hisen e motra e kërkon, atëre faktikisht për i bën një kundërshtar, për i bën një anmik. Prandaj duhet gjithsesi pak traditat tona që kemi pas ma herët t'i largojmë, të vazhdojmë me drejtën e trashëgimore apo ligjin e trashëgimisë të Republikës Kosovës, ta vendosim në atë mënyrë që çdo prind, çdo vëlla ta lexon ligjin e trashëgimisë edhe të vepron ashtu. Apo të shkojnë nëpërmes gjykate. E gjykata të vendos. Kjo më e mirë, por kanuni pak, ju thash që është pak më rigoroz në trashëgimi, pe marrim kanunin e Skenderbeut, thot selami. Selami është ajo pasuni ku një mashkull i shtëpisë lidhet në kontratë me një XY-in për një tregti. Ato pare që merr janë tine, nuk janë shtëpisë. Ai ka trashëgim çat pasuni. Por edhe nëse një vajzë martohet, edhe ka pru diçka pi familjes saj. Jo ka fal baba dhe copa dha. I ka prua në familje të burrit. Ato rritën. Familja burrit mundet me marrë qumshtin edhe leshin. Kurse frytin, kingjen, i rritet asaj. Ajo pasuni drejt për drejtit që asaj grua. S'mundet shtëpia mu përzi. Që ajo selami. Si mas kanunit të Lekdugazhinit. Këti e kanunit Skanderbeut. Po, rëndësi tjetër, është me rëndësi shumë madhe se trashëgimia apo gjenia femnore në trashëgimi mundet me bo edhe vetë. Përpara, kanë bo zhguna, kanë bo pëlhura, kanë shit, kanë fitu bazë materiale. Kurse në anën tjetër, i zoti shtëpisë apo burri, për fëmijë, është i detyruar, mi vesh, mi mbadh, mi ushqye, kurse nana ka vetëm mi kep. Nëse i shkyen dikun mi kep, kurse senet e reja i blen bashorti. Gjitha këto ka mundësi edhe kështu për me mba diçka. Por nëse
një babë ka vdekë i kalon vetëm, s'kalon fëmijë fare. As mashkull, as femna. Atëra i bin vllaznive, nëse s'ka vllazën, i bin kushërive, nëse s'ka kushëri, i bin mas lartë fshatit, po janë të qenë një fisi, nëse s'ka del në fis. Po, është edhe një sen tjetër, që në trashëgimi mundet, pronari i një prone mundet edhe mi dhurua. Po dhurimi bëhet kishës ose xhamisë. Për me dhuru një pronë kishës ose xhamisë duhet më konë i pasër mentalisht, mësë më konë me mungesa, me dëshirën e trashëgimtarëve tjerë, tjerë, edhe ja falë. Po kemi falja bëhet në dy mënyra. Falja me kusht dhe falja pa kusht. Falja me kusht është kur një person ja jep Bashkisë Islame tokën e vetë dhe i thot, mrena një viti kemi bo 3.000 vlyda për babdemin. E obligon, e ka kusht. Apo në kish me bo mesh për qatë të vdekur. Ajo është obligim edhe ajo është i detyruar mi bo. Kurse pa kusht i adhuron edhe i çon durët për asaj pasuni. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe për juve që keni dalë. Me çka që kishim përgatitur për emisionin Tradita tona, deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje.